Në nërëmujen dhe intensitetin e zhvillimeve të një bote moderne, pa e kuptuar, njerëzit shpenzojnë pjesën më të madhe të jetës së tyre në punë, orë të tëra në zyra që dashje pa dashje kthehen në ambiente socializimi, ku një fundi shkurtër, një buzëqeshje apo komplimenti ëmbël mjaft të lehtë kthehen në simptomat e sëmundjes moderne, flirtimit. Me zhvillimet e vrrullshme të botës së biznesit dhe të komoditetit nëpër zyra, virusi i flirtimit ka prekur edhe Shqipërinë. Për disa nga psikologët, flirtimi në ambientet e punës nuk është krim, nëse përdoret me konsensus nga të dyja palët. Madje mund të shërbejë si një mënyrë për të shtensionuar situata të ndryshme. Por nga ana tjetër, psikologë të ndryshëm e përkufizojnë flirtimin si një armë abuzuese për të ngjitur shkallët e karrierës. Statistika thonë se rreth 70% e personave kanë provuar të paktën një herë në jetë një marrëdhënie me një koleg ose kolege, por vetëm 1/4 e flirteve kthehen në një raport afatgjatë. Studimet në fushën e ndjenjave në zyrë tregojnë se këto marrëdhënie mund të rrisin produktivitetin, por nuk është e thënë të përfundojnë gjithnjë mirë. Kur historia përfundon, është e vështirë të sillen si koleg të zakonshëm, aq më tepër kur kalon në gojën e të tjerëve dhe intimiteti kthehet në promë publike. Natyrshëm lind pyetja: flirtet në punë dëmtojnë apo ndihmojnë karrierën? Sipas një studimi të botuar në revistën Forbes, 50.6% nga të intervistuarat pranuan se përdornin forma të ndryshme flirtimi në punë për të ngritur në karrierë dhe rreth 49.4% këmbgulën se nuk kishin flirtuar asnjëherë gjatë punës. Rezultati ishte akoma më interesant kur gratë që nuk flirtonin në punë deklaruan se të ardhurat e tyre vjetore shkonin deri në $100.000, pothuajse 2 fish më shumë se sa të ardhurat e flirtuesve dhe në të njëjtën kohë ishin ngritur në detyrë 2 herë më shumë krahasuar me palën tjetër. Pra, a ja vlen të flirtosh në punë? Ky është një përfundim të cilin duhet ta nxirrni vetë ju.